Miq të dashur të radio televizionit Pendimi dhe të emisionit Drita e së Vërtetës, jemi rikthyer në pjesën e dytë të programit. Kemi ardhur kështu së bashku në vazhdimin e këtij emisioni për ditën e përmbrëmjen e sonte. Në fakt, me hoxhën e nderuar Fadil Musliu jemi së bashku në pjesën e parë trajtuam temën familja, zemra e shoqërisë, ndërsa tutje në pjesën e dytë të programit i japim hapësirë telefonatave dhe inkuadrimeve tuaja të drejtë për drejta. Komunikimi juaj është i mundur në Viber në +383 454 71 848, numër kontakti që telefonatat i mirëpret pra nëpërmes Viberit. E ne pa humbur kohë në këtë pjesë të dytë në fakt programit, nisim me pyetjet të cilat kanë arritur me anë të mesazheve, do përpoqem që për fillim t'i përzgjedhim ato pyetje që kanë të bëjnë mbi temën që u trajtua sonte. Selamu alaikum, pyetje për hoxhën dhe për juve në studio. Falenderime që jeni sonte. Aleikum selam, Allah ju shpërbleft. Pyetja thot, e kam dëgjuar thot nga një hoxh, por e ke parasysh thot i dashtun hoxh Fadil që her pas here po i shkëpusin videot në rrjetet sociale, ndoshta pa kuptim. Nuk e di, a është thot hadith apo ajet kuranor, thot por thuhej që na është garantuar se çdo ditë e më afër kiametit do të shkojnë gjërat duke u vështërsuar. A vlen kjo edhe në aspektin familjar, në aspektin e marrëdhënieve bashkëshortore dhe e ka bërë në klapa, ka ku shkon më keq se sa që jemi tash? Bismillahirrahmanirrahim. E vërtet është që njeriu duke shkuar ka fundi i botës, ka kiameti, gjanat vështërsohen, gjanat përkeqësohen, gjanat e mira nuk përjetohen, nuk promovohen, gjanat e këqija promovohen, nuk mund të them që përjetohen, nuk ka ndonjë kënaqësi në gjanat e këqija, dhe gjanat nuk janë në atë vijin e duhur, sepse përgënjeshtrohet ai që fol të vërtetën, ai që fol mirë, ndërsa i besohet atina gënjeshtarit, mashtruesit, atina i cili ka autoritet, ka pozit, i besohet më shumë se atyre të tjerëve, edhe hapen dyert e haramit apo dyert e së këqijave, mbyllen kogja shumë dhe vështërsohen dyert e së mirës, e keqja bëhet normale, e mira bëhet dyqysh jo normale. Gjitha këto gjana janë që veç kanë filluar, por nuk është gjendja që keqe që thot ky vllau, a ka ku shkon më keq? Ka ku shkon që s'ka. Që s'ka ku shkon më keq, ka ku shkon më keq edhe shumë më keq bile. Nuk besoj që ndoshta kemi me mbërri ne të gjithë. Sidomos gjenerata ime ndoshta nuk e mbërrim, po gjenerata që vijnë pas kanë me pas edhe më shumë vështirësi. Sepse të këqijat edhe haramet e kanë vërshuar botën, edhe çdo e keqe, çdo haram promovohet në mediat tona. S'po flasun në për botë, po në tonat, çdo haram, çdo e keqe përkrahet. Edhe shumë prej harame përkrahen edhe në mënyrë institucionale, pastaj edhe në mënyrë private, është lehtësu rruga për me arrit e harami. E porosi të bien alkoholi në shtëpi, të bien runa zot do një pije narkotike në shtëpi, edhe të bien parën me fajde, me kamat në shtëpi, e ato ku të diune, është mush pra, do me thonë, tregu me të këqija dhe jenë shtu keqbërsi. Mirë po në këtë kohë është një e mire madhe se kur kështu të këqija të vërshojnë apo e kaplojnë një popull dhe një vend, atëherë dalin disa prej të mirëve që i thojnë të keqe së keqe dhe të mire së mirë, Allah na bof neve prej tyre, dalin disa që e marrin islamin, prej Koranit dhe Sunetit, e promovojnë, e mbajnë atë, edhe ata e kanë vlerën shumë të madhe tek Allahu te bareke ve taala. Ka mundësi
që në këto kohë, kur të këqijat të haramet janë në të 4 anët, edhe promovohen natën edhe ditën, ka mundësi që një njeri tash me pas vlerën më të madhe se sa ata që kanë qenë kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që më dikush që ka mundësi. Ka mundësi se pejgamberi alaihi wasallam ka thonë do të vije një kohë kur njëri prej atyre besimtarët asaj kohe e ka vlerën sa 50 prej jush. Shokët e tij u ka thonë. I kanë thonë i dërguari i Allahut, një prej neve e ka vlerën sa 50 prej atyre, jo ka thonë. Një asaj kohe që mban Islamin, edhe që e praktikon Islamin, e ka vlerën sa 50 prej jush. Pse? Sepse ata nuk kanë pa, nuk kanë dajt me mua, edhe nuk kanë qenë kështu haramet që shenë tash publike, mundësit për me bë harame janë lecu shumë, në 4 anë të ki dhe më thë rrugën e harameve qelë edhe s'nar kërkosh gati. E tash, aj që i përmbat Islamit e ka vështirë, ama nëse i përmbat mirë, e man mirë, edhe nuk e lëshan Islamin, edhe pse një varforme ka vështërsi, një varforme digjet, se ka raste që të bojkotojnë familja, ka raste që të largohen më të dashurit, për shkak të praktikimit të Islamit. Që ti këto s'pe bën, me neve mos rrit. Ka raste brenda familjes ngusht, gruaja lën burrë të rrëpër të Allahi, që do thotë se ti të sa s'din veç Allahu, Kur'ani, pejgamberi, feja, Mekka, Medina, musliman kështu. Në rregull, dhe çto tema s'ka çka të keqe këtu. Çto temat e mira i promovojmë edhe i përmendum. Edhe ka raste që edhe anëtarët e familjes në farforme e bojkotojnë apo e kundërshtojnë një prej anëtarëve të familje pse ai është i përkushtuar në Islam. Kështu që ka shumë të këqija që janë përhap, po ka edhe plot mira ende, alhamdulillah. Edhe do të vazhdojnë këto të mirat edhe një kohë gjatë, edhe unë nuk besoj që ne ose gjenerata që vjen pas nesh ka me mbërri atë kohë që s'ka kush kanë ma keq. Ka kush kanë hala ma keq. Po, njëherë edhe e mira po përhapet, edhe e keqja, dhe e mira, edhe e keqja janë ngarë. Janë ngarë, prej kur ka fillu, dhe me thonë, njeriu i parë, Ademi a.s. Ka fillu jetën me gru me fëmijë, ka fillu e mira edhe e keqja. Bile bashkë në kohën e ti, djemët e ti kanë pas mos marrëveshje, edhe njëri e ka respektue rregullin apo ligjin e Zotit, tjetër e ka kundërshtuar, e prej atëherë edhe sot e deri në kiamet e mira dhe e keqja janë në një garë. E çka është me rëndësinë? Na me rëndësi më munduhet çka me qenë prej atyne që promovojnë të mirën edhe kundërshtojmë të keqen. Mos muj shumë kështu në shumicë me ndikua, mujna me ndikon vetën tonë, po elhamdulillah. Në familjen tonë, po elhamdulillah mirë është. Ti ka dhonë shoshnisë, i ka dhonë shumë, nëse ja ka dhonë një familjes shëndosh, ke kontribu me qenë shoshnie shëndosh. Për ma shumë, pastaj sa të mundemi, është edhe ma mirë. Po nëse nuk mundi ma shumë sa vetën edhe familjen, edhe kjo mjafta. Mirë, një motër në shkruan dhe thotë kështu. E kam thotë djalin në moshën e martesës, thotë është 28 vjeçar dhe po dëshiron thotë të martohet, por thotë më ka thonë që në fakt kemi dëshiru thotë ne që ta martojmë, thotë po gjithmonë ka insistu që mos të martohet sepse duke i pa çiftet se çfarë jetë të vështirë po e kanë, thotë i frigohem se mund ta kem të tillë jetën. Deshta thotë të ju pyes, thotë tashmë e ka gjetur një vajzë dhe është e huaj, jo shqiptare, por fatkeqësisht nuk është as muslimane. Dhe ai thotë pendjej veten mirë me të sepse nga shqiptarët çka po shoh në marrëdhëniet familjare, po e kam shumë të vështirë ta marr një shqiptare. Allah të udhëzoft, të drejtoft, po qasja ti është e gabuar. Nuk e ka qasjen korrekt, as nuk e ka qasjen e mirë. Se për familje, e për shoshni, që të tonat, janë me 10 herë më të mira se ato tjera që janë muslimane e që janë shqiptare. Me 10 herë apo me 100 herë. Po në Evropë shembull, ty me të ndekë krejt antarët e familjes gruaja që është evropiane që sa shqiptare, sa muslimane as që interesan. Për desin antarët e familjes të ngushëllim, mësim të ngordh një mac apo një qenë.
A si shërben kërkojna, pas burrit vetë nështë si shërben. Pastaj qysh mundet më krahasua jo me një vajzë tonën, për shembull, që të na e njeh Zotin, e njeh pejgamberin, e i të rregullat e fesë, deri dikun, e din çka është familje, e din çka është burri, dashnia ndaj burrit, obligimet ndaj burrit, obligimet ndaj fëmijëve, obligimet ndaj familjes. Qysh mundet më krahasua, nuk ka mundë me paramendu që dikush e mendon kështu. Gabimi dyfish se edhe si shqiptar, po edhe si musliman, jemi ma përpara me vlera, e me sjellje, e me edukat, e me kulturë, se sa plot venet e botës. Sidomos që këtu të Evropës. Kështu që aja ka përzgjedh, as nuk e ka pyet këtë motrën, as që më ka pyet mu, as që më pyet, as që interesan ajo, dhe ajo është përzgjedh e tina, po do t'i bien me në këtu fjallë ndonjë herë. Sepse s'ma thom krejt, po shumica, që i kanë marrë jo muslimane, kanë qenë martesa afat shkurtëra. Martesa afat shkurtëra. Ka rastet ralla, ka dhe ashtu që kanë kalu mirë, bile këta burrat e mirë, e devotshëm janë bosh kaktarë që ato edhe me pranu fenë, me praktiku fenë, po këto janë rastet të ralla. Kështu që unë i këshilloj tri tonë, edhe treja tona, që të martohen me besimtar musliman, që të martohen me shqiptar, se cilë komunitet martohet dojnë me veti, kështu kishme shenë ma mirë. Edhe pse fetarisht si të muslimane, ose të tjetë musliman nuk ka problem, po gjuha e komunikimit, e tradite, e kultura nuk po përputhen, dallon kultura jonë, tradita jonë prej popujve të tjerë, edhe të tjerë dallon prej neve, por është rrugës të martohen me besimtar musliman, vajzat tona, edhe djemë tonë të martohen me besimtare muslimane. Mirë. Një pyetje tjetër, në lagjen ku unë thot jetoj, këtu në Prishtinë, do të është banim kolektiv dhe aty shpesh herë thot në njerin nga fëqinjet e mi, nga mes burrit dhe gruas, sa që her pas here ka edhe dhunë ndaj njëri tjetrit. Thot edhe pse unë nuk jam brenda, thot po nga zhurmat edhe nga kërsidjet e tyre, thot e di që mund t'jetë dhunë. A kam të drejtë të lajmëroj policinë për këtë rast, unë apo nuk është çështje që më përket mua dhe duhet ta kaloj si tillë? Po, fillimisht Allahu atyne kur shive fëqinjve të këtij pyetje të ja lehtësoft dhe mundësoft që ta kalojnë këtë krizë. Kem për obligim që të keqen ta ndalim me dorën tonë nëse mundemi. Qysh me ndalë me dorë? Për shembull, këtu nëse ka autoritet edhe ka respekt për aty në fëqinjve, shkon me dorë edhe troket në zile. Edhe delej burri thot, oko i shitët, na jem si vëllezër këto, afër njëri tjetrit, për shoh që keni zënk ose mos marrëveshje, ju kisha lutur, keni kujdes, mos shkondej me keqje, kështu me radhë, kështu me radhë. Pra, mundo me ndalë kështu, edhe me fjalë. Nëse kjo nuk funksionon ose nuk ki besim vete që më nësh me kalu mirë me to, se e njef atë natyren e ati në kryqiston, e njef që është për shembull tip nevrik apo konfliktoz apo ta diune, atëherë çka me bë, atëherë për me nol të keqen është mirë me lajmëruar ndonjë familjar tyne nëse njef. Nëse s'njef, atëherë organet e rendit. Edhe me thonë, dyshojmë, nuk jemi sigur, po dëgjohen zhurma, po dëgjohet domethënë të lëvi diçka në banesën e fëmijëve tonë këtu, të kërsitën apo traume, diçka ku ta diune, për mos më ardhe me keqe, po e raportoj si rast. E mira është që është në dobinë e tyne ky raportim i rastit, edhe ti mbetesh anonim, se publikon, ata vinë, ndërhyjnë, edhe kjo është e lejuar, po është e lejuar. Mirë. Ishte një pyetje nga një dëgjues nga diaspora në pyetje, thot, a ka qenë mësitnia më e mirë apo martesat e tashme që po e gjejmë njëri tjetrin? Po të dyjat i kanë ato përparësitë e veta, edhe të dyjat i kanë mangësitë. Përpara
përmes mësitnisa, por mes aty në mësitve shkuesve janë rregullue shumicët e martesa, po flas para 40 vite, 50 vite, 60 vite, se që 30 e sa vite, po thom një pjesë e madhe, s'po thom krejt, po një pjesë e madhe po i gjejnë vetë. Me këto rezultatet është interesant. Këta që e kanë mësitnu vajzën ose djalin, këta kanë kalu ndoshta. Kanë kalu ma mirë se këta që po i gjejnë vetë. Të paktën një gjë është e sigurt. Përpara me mësitni, shkunërzimet kanë qenë të rralla. Edhe kur ka ardhur te shkunërzimi, pastaj kanë ndërhyj çaj shkuesja, mësiti, e kanë ndërhyj familjet, edhe e kanë qetësuar situatën. Tash kur po e gjejnë vetë, ndoshta ato kërkesa po plotësohen më shumë, mirë po ndarjet janë shumë të mëdha. Edhe kur po vjen të ndarja, s'po mërzitet të kush po thotë, e ke gjetë babet ti vetë atë djalin, po krye vetë. Djalit po thot babi ose baba ose nana, hajtë që vetë e ke njoftu, vetë bënja qarën, ose gjejsh vetën, lirë, ja riknejë dhe u bo normalitet është edhe më nda. Pra, jetëgjatësia lidhjeve bashkëshortore me mësit është e gjatë edhe shkon deri në vdekje. Tash këtu po njoftojnë vetë, jetëgjatësia nuk po është e sigurt fort. Edhe me mësit ka pas ato antë, shme thonë, negative, se ka njerë mësiti, se ka këshyrish, a janë tipa për njën i tjetën e ka këshyrë sa po i ofron pare, shamu familja e djalit, atëro ka qenë me marka para luftës, ka dhënë 200-300 marka, 500 marka, si ka tregu ato dobësit hiq, apo ato të meta që ka vajza ose djali, kanë mshef zakonisht. Tani s'janë përputh në bukuri për shamu, s'janë përputh në shkollim, s'janë përputh mentalitet, se ka një vajzë e but, për një familje të kulturume, fetare, të një familje teger o vla, që veç bërtasin, veç arrejën, veç shajt, a i mësit i ka ditë të sana, për pare, i kam shelë sytë. E qysh me ba, nuk ka gjotë keqe, dikush më bo shkaktar me të njeftuhe. Ama ti vetë do të me i detajizu gjanat, vetë do të me hetu raste, vetë do të me interesu ti për advice, ose për atë djalë, për familjen e ti, për fenë e ti, për jetën e ti. Jemi alo mësitit. Unë të garantoj, ti mësë më garantoj kur që. Unë e sëtë për djemë të misë më të garantoj. E qysh me garantu për gjematin? Se ka plot njerëz që vinë xhami, po këtu ka shumë djem, këtu ka shumë besimtar. O vlla, unë mbrana 4 mure po të garantoj që djali i mirë, po nuk e di që është në rrugë, nuk e di që është në biznes, nuk e di që është në familje, nuk e di që është natën në shtëpi vet, nuk e di që është kur takohet me haramin, bana se bën. Së xhamia aty me mbyt smunët, me vjedh smunët, alkool me pi smunët, drogë jo, prostitucion jo, fajde jo. Aty kush xhamis po më bëu këçaj. Aty në xhami, aty të krejtën të mirë, mos më thuj ashtë i mirë, se i mirë sigurisht në xhami. Amo jashtë a xhamis në son pët. Në son pët. Kështu që duhet me gjetë një gjuhë përbashkët para martesës, u njoftove vetë, apo përmes mësitit, gjanat duhet mu detajizue para kunores. Në të dy rastet, edhe vetë nëse gjenë, do të mi detajizu gjanat, edhe përmes mësitit nëse ta gjenë dikush të të kanë vajzën e dajes, ose të halës, ose të tezës, ose të haqës, në rregull. Te ekip, do të më kanë të aku disare, me i sqaru sënët, edhe me i marrë disa përgjigje, edhe me po atë vizionin e saj, edhe ajo eshe vizionin e këti, edhe nëse përshtatën, jo 100%, se 100% vetë në xhenet ka përshtatje, po përshtatën 1% të madhe, atëherë do të me procedu që ka me shku ka kunorizimi edhe ka martesa. Një pyetje interesante që ka ardhur, edhe besoj që do të mund të ndihmojmë, thot në një familje ku ka raporte jo të mira, her pas here ngritje të zonit ndaj njëri tjetrit mes burrit edhe gruas. A është thot ilaçi i asaj familje Kurani dhe cilën sure ose cilën ajet kuranore sugjeroni ta dëgjojmë ose ta lexojmë në situata kur në situatën që mund të na ndihmojë neve. Po kur të insinuan raportet, kur ka mosmarrëveshje mes burrit edhe gruas, nuk ka nevojë Kur'an me lëshua. Njëherë ka nevojë me ditë ka po vjen problemi, me u qetësu situata. Edhe me po ku është defekti, edhe me sanu defektin. Me këshy du me thonë, ka po vjen qaj problem, se ti kënën sure, edhe nështë e kalën sonte, po a i pra bashkëdan, për shemë dhe unë a zotë burri vjedh, edhe bjen pasunin e shtetë, dhe t'jem pun vjedh, edhe bjen.
Cilën sure me elshuar. Mi a hjek ato që ka vidh mi këthy atje dhe që kjo është me mira, s'ka të nevoj sure mi kënu atina. Ose nëse gruja merret me përgojim, mos e lëshë surën, po thuj mos u merr me përgojim, mos e ha mishin e llotën të vdekur. Edhe mos e shkatro veten, edhe mos e jap shpërblimet se vapet e punëve tua tjetër kujt. E mos e merr gjënat tjetër kujt. E kur këto janë rregull, mirë po vika njerë do zënka për kur gjë hiq. Edhe ato nuk ka ne fa problemi. Jo largëje që të pije që kënena, jo që të kënena. Pa ne, nuk ka problem, lësha pe. Edhe çka do të raste? Në këto raste do të burri me qenë i butë, mos me i pa do gjona që s'janë të rëndësishme, edhe gruaja do të me qenë e butë, me butësi, mos me i pa do gjona, mos me i dëgju disa gjona, e kështu me radhë. Që ka thonë Omeri, radhiyallahu anhu, kur të nësinut citata, edhe burri në zejet edhe bëhet si kur zjarë, gruaja do të me qenë si kur ajo kofja me ujë, që e shuan zjarën. Po edhe gruaja kur të nësinut, se është ma emocionale, ma sentimentale, preket ma shpejt, dhe acarohet situata, burri nuk do të mja kthyet ashti me talja, apo me cinizëm edhe me nënshmu atë, po çka duhet? Burri duhet me butësi edhe me gjaktësi me menaxhu situatën edhe me u bë. Në këtë kohë kur gruaja është sikur zjarri, me kjo me u bë sikur e kofja me ujë, që ja qet zjarrit edhe e shuan. Pra, jetën bashkëtorë jo mi pa gjitha gjanat. Jetën bashkëtorë jo mi dëgju gjitha gjanat. Jetën bashkëtorë jo mi di çdo detaj që nuk hin punë. Disa gjana, pra, i shef ka pa kështu në syve, disa si dëgjon si duhet, edhe ato që janë shumë të rëndësishme, nuk duhet tash ato me u bë ma të rëndësishme se ato që janë të rëndësishme. Na do të në ato gjanat parimore, në ato gjanat kryesore, mos me lëshu pe. Nga thonë, kur në pyeti haram edhe Allah, ato janë qarta. Amo tash, e leqat pije që atje, leqat goqë që atje, duel pak nena, po shkaja nena, ku e dini për do gjanat të kota, disa burra për këtë fare që aty shtyjet me gruën, çdo send që ka bën gruaja i duket keq. Në këto raste, kur ka kështu zënka mos marrëveshje për kur gjë hiq, këto mjafton një konsultim me një psikolog apo një psikologe, një konsultim me një njëri familjar që din me një hoxh, me konsultu në ka gjatë keqe, tani edhe me lëshu Kur'an, po çka do të prej Kur'anit nëse dikush dyshon që ka diçka të keqe, po Kur'ani i tëri është shërim, i tëri është udhëzim, i tëri është i dobishëm, po mas miri preferohet fillohet prej surës El-Fatiha, surja El-Beqare, pastaj ka fundi ka Qul huwallahu, Feleku, Nasi, pastaj edhe duat që ka bo pejgamberi s.a.s. kur kanë hallë, kur kanë brenga, kur kanë vështirësi, shqetësime, këto duat gjenden mas miri të përmbledhura në gjuhën shqipe në librin Buroja e muslimanit. Ato i gjene ato duat me i knue, po do të me pa dhe raportet me Zotin, sepse këto zënkat, problemet, mosmarrëveshjet familjare zakonisht vijnë kur çifti bashkëtor është i zhytur në gjunahe. Kur ata bojnë gjunahe harame, faturën e paguajnë duke u hangër në me veti, duke u shtirë me veti, duke u shandër me veti, ose runa zot duke u rrendër me veti, ose e fundit edhe duke u nda. Mirë, një pyetje, edhe pse po m'duket jashtë kontekstit, por çështje e agjerimit. Një dëgjues nga Zvicra na përshëndet me selamu aleikum, thotë Aleikum selam. Aleikum selam, ju përshëndes thot nga Zvicra, deshta thot të ju pyes, thot ja kam dhënë gruas veshkën, edhe elhamdulillah thot është mirë ajo. Por thot agjerimin e ditëve të Ramazanit, ndoshta në atë kohë ka mund me qenë transplantis, edhe se tash jemi jashtë Ramazanit, a mund thot ta agjeroj në muajt e dimrit kur është ora më e shkurtë e agjerimit? Po, Allah që përbleft kjo punë e madhe, punë e mirë shumë, edhe kjo është shenjë që ky burrë do më thonë respekton, nderon edhe don gruan e tij, kështu do të me qenë gjithë burrat, po dhe gratë, kur të nevoja, inshallah s'ka nevojë kur gratë për veshkat e burrave, apo burrat për veshkat e grave, po nëse është nevoja, më ia dhon, pa hezitim, s'do të me hezitu në këtë drejtim hiç. A bën me agjeru tash këto ditët e mbetura, kur koha e freskët apo me ftoft, po. I lanë atje ka dhjetori, ka janari, kur gjithë keqe. S'ka me rëndësi është mos me të zonë Ramazani tjetër. Mos me zonë Ramazani tjetër. Do dëgjuesi po na e dërgon edhe një fotografi ku jeni takuar së bashku në Bazel,
të Zvicrës, dhe po na përshëndetet, jemi takutët edhe Allah shpërblet. Mirë, përshëndesim, e falenderojmë shumë. Ndërkohë, të doja të kthehesha prap tek një pyetje që ishte pak më lartë me një dëgjues me shkrim, po. Na pyeti tek çështjat e marrëdhënieve familjare, prap është temë ndoshta që kanë shumë interesim dëgjuesit të dinë. Cili thot duhet të jetë shkaku ose mënyra që ta qetësojmë një bashkëshorte e cila acarohet në komunikim me burrin, thot pavarësisht që unë jam i qetë si tip edhe mundohem që mos ta ngris zërin dhe përpiqem ta mbaj gjendjen në kontroll, por kur kalojnë fjalët her pas here në ofendime, atëherë ka pas raste thot që kam eskaluar edhe unë. Është konflikt. Po. Po cila është mënyra më e mirë? Mënyra më e mirë përmenda disa herë, që çdo e keqe në familje apo në shoqëni apo kudo qoftë largohet me maturi, me butësi edhe me mençuri. Për ata do me pas kujdes, nuk do të me ungut, edhe ajo që arrihet me butësi, asnjëherë nuk arrihet me vrasësi. Ajo që arrihet me maturi, nuk arrihet me nxitim, me nguti. Për ata pejgamberi alayhis salam ka thonë, at-ta'anni min Allah. Maturia, pikuria në veprime, në fjalë, në sjellje, është prej Allahut, është dhuratë që ka dhënë Zoti. Wal ajalatu min ash-shaytan, ndërsa ngutimi, nxitimi për me marrë një vendim, me bo një reagim, është për shejtanit. Po reagon gruaja, është në situata, ajo temperamentu të i qetë, i matun, i but, ka dale. Ato që mundesh me rregullon, ato që s'mundesh, kur far problemi nuk është, por i ki debateve, shterpe, i ki polemikave, shtymjeve me fjalë, kur qetësohet situata, e shef që gruaja është e disponuar me disponim të mirë, atëherë kthehesht ajo tema dhe i tregon se kjo është kështu. Dhe gjatë debatit, këta du me pas parasysh, gjatë debatit, burri dhe gruaja, nuk do të me luftue ta mujta one, jo ta mujta one. Jo fitova one, fitove ti. Se na nuk jemi të bogar kush kanë po e mun. Na jemi këtu të garue për me dale vërteta në shesh. Edhe çka? Për me të i kalu krizën, se të në shqiptarë, sidomos në çfarë të debati, familjar, kolegial, mediatik, apo shkencor, na e lidhëm në rrafshin personal, e pe çka i tha filoni, i mujti në debat, e pe aty ku kem të e familja, a i ishte ma kështu apo ashtu. Nuk lidhet kjo me veten. Jo, unë e fitoj, ti fitove. Jo nëse alo gruas, ajo është grua. Bashkë që është grua, du të me alon. Me alëshu rrugën, edhe kur e qëllon, jo gruaja, po dhe fëmija e qëllon, çka problemi? Ne pranojmë të vërtetën për kujt do të qoftë, edhe nëse të vjen vështirë. Tash disa gra janë, tipin e kanë ashtu, se pranon për kërkujt hiç. Sidomos nëse burri ka zhgënjye. Nëse burri do me thonë, i ka dorë prej zemrës. Ai çka do që thotë, me i thonë tash është natë ditësh. Këtë ka të kundërtën. Me i thonë burri, mos del ajo del. Me i thonë burri, del ajo s'del. Ka humb besimin në farforme. Tash duhet me bo dërim, me bo sabër, edhe kulmi gjitha këtyne që i përmendëm është edhe dërimi sabri. Po ato që i përmendëm me herët, butësia, sjellja e mirë, maturia, qetësia, me mençuri, edhe në fund me dërim, kalohen çdo krizë. Pastaj çdo burr e din atë temperamentin e gruas së tij, edhe çdo grua din temperamentin e burrit të saj. Çdo njeri e din mentalitetin që she ka. Janë disa shembull edhe pse u lindë jeton në qytet, po është sikur ata në përmale vëlla, ai s'lëshon pa hiç ai çka i del përpara sikur komboj nar atë e fshin krejt me grune me çka ka aty me bare me krejt me therra me çka ka. Jo do të më qëru sendet. Po janë do tipa, hani lësha rrugën kur tash ashtu. Se janë do tipa 3-4 minuta, 5 minuta e kanë atë lojnë që thonë. Atë gjak nxehtësinë. Edhe ti, që të kur është ai gjak nxehtë, ti gjak ftohtësi. Edhe nga dalë, kur që të sot i kalan, e vetat ka kalu, po, e tash, mëna me bisetu.
po mos me marrë vendime, mos me marrë hapa të rëndësishëm kohë të papërshtatshme, në kohë kur janë tensionuar të dy palët. Kush ja lëshon rrugën njëri tjetrin, këtu është ai më i mirë, është më i mençur, më i dishëm. Andaj do të më lëshu rrugë, do të më lëshue pa në raportet bashkëtorë. Mirë. Një dëgjues tjetër na bëri një pyetje që domethënë është e jashtë temës së diskutimit, por është interesante ta dim. Selam aleikum, deshta me pyet, aleikum selam, deshta me pyet thot hoxhën, çfarë domethënie thot ka zbulimi i shpatullës në veshjet e haxhit, domethënë në ihram. Zbulimi i shpatullës. Kur të bëjmë tavafin. Po, veprimet e haxhit i kena marrë prej pejgamberit alayhi salatu wassalam. Veprimet e haxhit i kena marrë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë khudhu anni manasikakum. Merrni nga unë këto rregullat apo dispozitat e haxhit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ta 3 rrafte e parë ka zbuluar domethënë krahin, edhe duke bë tavaf ka ecë pak më shpejt, edhe atje në saj kur ecë prej Safas dhe Merves janë ato dritat e gjelbërta, kanë nga pak më shumë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Tash disa prej dietarëve kanë thonë se ai vrapimi aty namaz para e bën në çështën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo për diçka tjetër, por ka thonë vrapimin e ka bërë se ata njerëzit kanë qenë aty në kodër, ata janë besimtarët, edhe kur i kanë po musliman të bosajnë, kanë thonë këta janë të lodhën, këta janë dopt fizikisht të molisën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ecë pak më shpejt apo ka vrapu që më tregu aty në që janë lodha, janë të plagështa, janë të molisën, janë të fortë. Po na pse bojmë? Na çdo një në veprim që bëjmë haxh bëjmë për shkak që ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo për shkak që po na shën neve dikush apo na shohin kamerat apo kut aty. Allahu a'lam. Amin. Jemi edhe në pyetjen e fundit, i dashur hoxh. Në përshëndet një dëgjues me selamu aleikum, dhe na jep të dyve një vrejtje, thot ka kohë që s'ju kam pa të dyve në emision. Na keni mungu, thot, po Allah ju shpërbleft që jeni rikthyer sërish. Allah ju shpërbleft edhe juve që po na ndiqni. Amin, Allah ju shpërbleft. Na këtu jemi po për shkak të angazhimeve të mia, që kam pas disa udhëtime jashtë, disa angazhime tjera. Kemi pas një shkputje, për ndryshe na këtu jemi çdo herë elhamdulillah, edhe ato shkputjet kur kanë qenë dogjallar dhe më të mirë se sa ne kemi përfituar edhe prej tyne. Dhe kështu që elhamdulillah më rëndësi është që daveti apo misioni i këtij radio-televizionit të bekuar, radio-televizion vendimi po vazhdon, me ne apo pa ne po arrim fjala e Allahut, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tek besimtarët edhe në shtëpitë e besimtarëve. Amin. Dhe pyetjen që e ka shikuesi thot gjatë muajit gusht do të jem në Kosovë, thot përjashtimisht gjymave, a jeni në xhami gjithë kohën, domethënë në 5 kohët e namazeve? Po parimisht jam. Parimisht po. Ja hoxha po dhe xhamatin në për xhamia do të më fal. Në shtëpia bën më fal kur është njëri smur, kur e ka xhamin me kilometra larg. Bën më fal kur ka raste të veçanta, po parimisht edhe hoxhallarët, edhe xhamatit do të më falin xhamia, të paktën kjo cilësi e burrave besimtarë musliman. E gratë dhe fëmija më falën shtëpi s'ka gjë të keq, ata aty falen, ndërsa burrat falen nëpër xhamia. Edhe na po alhamdulillah në rrethana normale kur jemi këtu, zakonisht në xhami, ose kur jemi dikon në një xhami tjetër, po kryesorja mundohen çdo herë në kohën e namazit me mëson dikon të një xhami. Edhe Prishtina alhamdulillah 33 xhami ka, kudo që shkoj çdo lagje thuaj se po keni xhami ose në mesxhid, edhe mirë kështu me mujt me lidh veten. Çdo njëri, jo çdo lart, po edhe xhamati me lidh veten kohën e drekës, nesër e bën planet çka kemi po. Filan punën kam e kry, rregulla që aty që më qellut namaz drekës në xhami. Nuk e ndi këtu me pas i gajle. Këta nuk do të shumë, janë një muaj aty kështu e mendon. 3-4 ditë 50 ditë. Diku pastaj edhe me dasht me u shkut, s'monesh më. Se unë shpesh ndodh që jam pushim mjekësor. Edhe ai mjeku thot 7 ditë ose 10 ditë mos dhe në xhami, mos e bën këto, unë prapë dal.
Disa që e din ato rrethi ngushtë, thonë ti, hoqë, a jem pushim, po mirë pushim, a do të më falën dikun po. Ç'a më bënë në shpellë, Allah veç vetëm më falë, s'po më duket që po falën na hiç. Ose pushimi vjetor shembull. Ti e shfrytëzon disa ditë, po disa ditë je i lirë. Tash më thonë, jo, valla, tash jam pushim vjetor, s'po falën. Jo, do të më falën, ato bile të më falën xhami. Po. Mirë, Allah ju shpërblet Amen, edhe ju. për anin sonte në program. Inshallah do të dëgjojmë edhe në emisione tjera me trajtime dhe tema të ndryshme në të ardhmen. Inshallah, Allah shpëbleft edhe juve, edhe stafin e Radio Televizion Pendimi, edhe të gjitha ata vëllezër që kanë qenë deri në këto momente me ne, deri në takimin e radhës. Lutë Allahun që të jeni mirë, me shëndet, të jeni mirë me familjet tuaja, dhe lutë Allahun që t'ju begatoj me të mirat e tij gjatë gjithë jetës, po edhe në botën tjetër. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Të dashur shikues, po ashtu dhe nga unë pranoj përshëndetje të veçantë, e falenderim shumë të veçantë për kohën që ndat bashkë me ne. Me lejen e Allahut do të ritakohemi sërish të dielën tjetër. Deri atëherë, i përshëndes me selamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.